Kristina Ndoci nga Jubani prej gati 50 vitesh merret me krijimin e punimeve me motive tradicionale, një zanat I trashëguar nga prindërit e saj që sot është kthyer edhe në një mjet jetese për të. Ajo tregon se ka nisur të punojë që në moshën 14 vjeçare, duke mësuar gjithçka hap pas hapi. Unë jam Kristina Ndoci, e zonës Jubanit, jetoj në Shkodër. Domethënë, kjo janë punimet artizanale që I kena trashëguar prej familjes, edhe ka mami jeme, po edhe ka prindë të burrit që I kam gjetë që kanë punu 2 pleq, ala janë gjallë, ala punojnë sot, domethënë, se merren me artizanat. Sa dush po banë 50 vjet gati, po 4 sa janë bën, domethënë, edhe qysh 14 vjet që kam punu. Presna ma shumë verën, se vjetë na kanë bloku totalisht, ose na ka lënë kush me dalë. Një atë verë presna me punu, ata na hekën drejtën, vjetë s'ka na punu. Inshallah shpresojmë që mos na bllokojnë si mjetë pakten. Kristina tregon se kjo është një punë e vështirë dhe kërkon shumë përkushtim, pasi çdo punim kalon në rreth 7 procese para se të dalë në treg. Po sa dush është e vështirë. Janë I bukur mu pojto, po I ky mu ardhi të do një 7 procese punet me qitit në treg. Ban enin, mlimin, përshkimin, masurat, qepjen edhe me qitë këto mëne. Është I 7 proces që del në treg. Ushit në detyru me dalë, mos me dalë të rinë mendja si s'dollat, me dalë bela ka I ditë dalë në 10-0, po që me bon pra, thash të kam edhe punëtore, duhet me I pagu, se është mund I tyne, edhe vetë përbes punaj një ata 3 ditë që jam në shtëpi, sa mundë, me sa s'mundë, bilet e bon natën ditë. Interesi për këto punime vjen kryesisht nga emigrantët, të cilët kërkojnë të ruajnë lidhjen me traditën dhe vendlindjen. Megjithatë, Kristina shprehet se tani vjet re edhe një mungesë interesi nga të rinjt për ta mësuar si zanat. Po, me thënë drejtën me refugjat tonë ma shumë kanë punu. Edhe të hujt nuk ka se nuk blenë, po blenë një gjatë vogël se nuk ka si va dinë shumë vlerën. Po edhe I kanë të rritë, po pak nuk ka se punojnë shumë, se emigrojnë jashtë, nuk dojnë me najtë këto. Artizania ka edhe një thirrje ndaj institucioneve përkatëse, ajo kërkon më shumë mbështetje dhe t'i lejojnë të shesin punimet e tyre në pedonale edhe gjatë verës, duke mos I bllokuar si vitet e kaluara. Sipas saj, kufizimet të tilla I dëmtojnë rënd financiarisht, pikërisht në periudhën kur kanë më shumë mundësi për shitje. Edhe tamam I bëj thirrje që na ngrisin këtë punë, këtë muhabet, që mos na bllokojnë e të punojmë pak. Na mbështesin me këtë muhabet. Me na mbështet e me na lënë të hapun si vend, mos me na blloku si na kanë blloku vjet. Kristina Ndoci prej vitesh ruan dhe ushtron me përkushtim zanatin tradicional, duke mbajtur gjallë një pjesë të rëndësishme të trashëgimisë artizanale.